Belin, thjesht për respekt me që më përmendë emrin. Në vitin 2009, drejtuesi i Agjencisë Kthimi Kompensimit Pronave ka qenë njëri që ti e njeh shumë mirë. Nuk ka qenë asnjëri nga ata që përmendoj këtu, por ka qenë një tjetër. Në fakt, me që më përmendë emrin, po të them që besoj jam i vetmi në këtë sallë që në vitin 2000, 2001, 2002 kam denoncuar gjithë grabitin e tokave që ju e keni marrë vesh tani në territorin e Vlorës, edhe posaçërisht në këtë territorin për cilin bëhet fjalë. E di që nuk pëlqen, po mund të hapësh gazetën e Zëri i Popullit, është publikuar 200 ditë të rresht, 200 ditë, bam, bam, bam. Partia në pushtetë, 200 ditë, bam, bam, bam. Se çfarë kishte ndodhur që nga viti 1993 në vi, veçanërisht me atë procesin e turpshëm të shndrimit të tokës që ishte fond pyjor në tokë byjësore për të ndarë me 7501 për gjithë ata që sot thonë jemi homogen grek. Dakor? Ja, ky është problemi. Dhe ky është problem shumë i madh. Tani, si aq më keq kur e di. Faleminderit, unë jam fajtori gjithmonë, mos e ki me rak fare. Unë jam fajtori që e di, që e shkruaj, që e them, që vije përsëris e ti më rak. Unë jam fajtori, s'ka asnjë problem, unë jam fajtori. Tani, e nderuar drejtuesi i seancës, me thënë drejtën këto seancat janë bërë që të gjithë deputetët që janë në sallë, pasi kanë kaluar një javë të gjelbër në territor, në zonat e tyre elektorale, apo kanë marrë shqetësime nga qytetarët, vinë këtu dhe t'i ngren ato shqetësime, t'i thonë ato shqetësime, po në prezencë të ministrave. Pa prezencën e ministrave, me thënë drejtë mund duket sikur do flas me veten. Apo kolegët e mi njësoj, sikur do flasin me veten. Fjala bie unë e kërkoj shumë ministrin e bujqësisë, por nuk e gjej. Nuk e gjej. Mundon ta vënë djeni, jo vetëm unë, po edhe të tjerë, që operojnë në sektorin e bujqësisë apo marrin shqetësime nga bujqit vazhdimisht, po përsëri nuk e gjej. Cili është shqetësimi? Të hënën javës që shkoi, po edhe gjatë gjithë javës, bujq, pastaj qendra alert, që merret me sigurinë ushqimore, me sigurinë e fertilizantëve në këtë vend, unë personalisht gjithashtu, me shkresë zyrtare nga kuvendi gjithashtu, në drejtim të inspektorit përgjithshëm, drejtim të drejtorit të AKU-s e kështu me radhë, kemi si në vëmendje faktin që prej javësh deri muajsh, se ka që nga muaj i shkurt kjo histori, në treg po shitet ure me përqindje azoti, shumë më të ulët se sa ajo që është e lejuar, apo ajo që është në etiketën e ambalazhit respektiv të ures. Është një fertilizant i domosdoshëm, veçanërisht në atë periudhë nga shkurti e në vim, e veçanërisht për drithrat, ku ne jemi shumë deficitar, e natyrisht bujqit investojnë pa fund, ju merr gati 8 muaj kohë të punës tyre të përditshme për të marrë një herë në 8 muaj të ardhura nga i produkt. Çfarë dua të them? Që rezulton e provuar që në emër të një kompanie ka pasur ankesa masive nga ana e bujqve, pikërisht për këtë përbërje të ures dhe mungesën e efektit apo efektivitetit të këtij fertilizanti tek bimët. Janë marrë mostra, janë çuar në laboratorin e shtetit, janë bërë analizat atje, është kthyer përgjigje pikërisht për këtë gjë dhe në fund fare është konkluduar që po, produkti që ka qenë në treg dhe i shitur bujqve ka qenë me përmbajtje azoti shumë më poshtë se sa norma e lejuar, që atë bën efektiv tek bima. Tani unë nuk kam marrë ende përgjigje, madje nuk kam parë asnjë lloj reagimi nga Ministria e Bujqësisë. Qoftë edhe gjë më normale në botë që drejtuesit e AKU-s të dilnin e t'ju bënin me dije bujqve që të paktën mos shkonin të blinin më produkt ureje pranë asaj kompanie. Ajo që është më keq akoma ka të bëjë me faktin që këta njerëz kanë humbur edhe ciklin e prodhimit, siç kanë humbur edhe paratë e tyre. Dhe tani do duhet një veprim shumë i qartë nga ana e Ministrisë Bujqësisë, do duhet një veprim shumë i qartë nga ana e AKU-s, inspektorit përgjithshëm,
me qëllim që jo vetëm të ndërpritet, po të evidentohet malli, të grumbullohet malli, kudo që është, dhe në krahun tjetër të kompensohen bujqit 1 për shkak të një mashtrimi, ta themi të organizuar, të qëllimshëm, të ditur, duke u shitur ure që nuk ka pasur efekt si fertilizant mbi bimët. Kjo gjëja duhet ndodhi, këto doja t'i thosha Ministrit Bujqësisë sot, se me thënë drejtën është sektori i tij, këto dua t'i them edhe drejtuesit të AKU-s, që e ka për detyrë, që jo vetëm kontrolloj këtë segment të tregut, po mbi të gjitha, ka për detyrë të informoj bujqit në çdo moment. Faleminderit. Të nderuar qytetar, ne deputetët e Kuvendit të Republikës së Shqipërisë në fakt kemi vetëm një detyrë: të marrim vendime në të mirë qytetarëve dhe në vendit tonë. Të votojmë ligje dhe marrëveshje që i shërbejnë qytetarëve dhe brezave që vinë. Por fatkeqësisht për një dekade tashmë ndodh krejt e kundërta. Sot vendi ynë po grabitet dhe plaçkitet, jo vetëm nga Edi Rama dhe organizata e tij, por fajtor janë të gjithë ata që janë në anën e majtë kësaj salle, që me kartonat e tyre miratojnë në heshtje çdo aferë korruptive në këtë vend. Ajo që po ndodh në Zvërnec është fytyra e vërtet e kësaj qeverie bandite. Grabit dhe dhunoj qytetarët, dhun protesta, dhun tek Astiri, dhun tek 5 Maj, dhun në Rjoll, dhun në Theth, dhun kudo që t'jetë e mundur. Prej nëntorit vitit 2025 kam nisur të mbledh informacion të detajuar nga bashkitë e vendit për miliona e miliona metra katror tokë të dhëna në kundërshtim me ligjin për parqe fotovoltaike për kompani anonime apo shërbëtor të këtij pushteti. E që t'jemi të qartë që të gjithë do të kallëzohen penalisht një për një. Ne nuk mund pranojmë kurrë që kryeministri i këtij vendi të privatizojë Shqipërinë duke larguar fermerët, të shpopulloj vendin apo të vrasë qytetarët tek onkologjiku. Për sa i përket shqetësimit madhor të Zvërnecit, dua të jemi qartë që në fillim, ne, si forcë politike, sigurisht që jemi pro thithjes së çdo investimi huaj apo projekteve zhvilluese me brande botërore apo kompani ndërkombëtare. Këtu nuk kemi as edhe një shqetësim. Por problemi është, dhe problemi mendoj unë, është tek grabitja e truallit publik. E dëgjuat gjithë sot Edi Ramën se si viktimizoi, duke përmendur gjithçka, nga influencat e huaja deri tek Fatos Lubonja, por nuk tha asnjë gërm për problemin real. Tani nga kjo sallë kam disa pyetje për kryeministrin. Prokuroria e Vlorës ka sekuestruar mbi 100 hektar tokë në Zvërnec, Karaburun dhe Palas, të përfituara me dokumentat falsifikuara nga shtetasi apo mashtruesi i njohur kombëtarisht dhe ndërkombëtarisht Pëllumb Petritaj. E ka fituar prokurori kurajos të çështja Albert Kuliçi, dhe ato 100 hektar në fakt do duhet të regjistroheshin si tokë shtet. Po flas për këto hektar. Këtu është zona e Zvërnecit, këtu është Palasa dhe këtu është Karaburuni. Pyetjet për kryeministrin janë këto: a janë regjistruar këto 105 hektar si tokë shtet? A është shtetasi Pëllumb Petriti pronar në tokën ku do të kryhet investimi? A është koordinatori me krimin pronar në tokën ku do të kryhet investimi? A është bankieri pronar në tokën ku do të kryhet investimi? Erion Braçe, Ergyes Agasi quhet, hajde përmendet ti këtu, me që ke merakun e emrit. E keni koordinator, jo e njini më mirë se unë, Ergyes Agasin, e njini shumë mirë Gysin, se i dhatë edhe qerifikat mirënjohje të jatit, Bardyl Agasit. Çfarë ka thënë Angel Agaçi në vitin 2018 për çështjen e pronave në Zvërnec? Dilte tuaj ju shqiptarëve të vërtetën, atë të vërtet që do të përvloj sigurisht ty dhe organizatën tënde kriminale që po plaçkit çdo ditë Shqipërinë. E nëse mendon se do të shpëtosh duke heshtur, e ke shumë gabim. Transparencën do ta bëjmë ne, do ta bëj opozita, do ta bëj Partia Demokratike e Shqipërisë. Ju faleminderit. Zoti Braçe, keni fjalën të përgatitet zoti Luciano Voçi.